Unë pejgamberët janë të zgjedhur drejt për drejt prej Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu i ka përgatit pejgamberët që nga lindja e tyre. Dhe kështu ata deri sa ka ardhur koha kur Allahu i ka zgjedhur për pejgamber, kur i ka shpall për pejgamber, ata kanë tregu dhe kanë pas dhe kanë bart cilësi të veçanta, sjellje të veçanta, morale të veçanta, norma të veçanta, të cilat në një farë mënyre ka qenë edhe një farë sinjale se këta njerëz do të bëhen dikushi një ditë. Sikurse që është rasti i Muhamedit alayhis salam në udhëtimin e tij për në Sham, moshën 12 vjeçare, domethënë kur e shef ai prifti atje gjatë rrugës për në Sham, duke bahije, pa, ishe ato shenjat e mira tek pejgamberi alayhis salam, e kur pejgamberi sa ishte fëmijë, në moshën 12 vjeçare, ai i tha Ebu Talibit, axhës pejgamberit alayhis salam, se ky fëmijë ka më konë dikushi në ditët e ardhshme. Andaj, kjo ka qenë njëna për tyre. Tjetra, sikur që pejgamberi alayhis salam ende pa u bë pejgamber, e ka fitu emrin, ofiqit El Emin, besniku. Sepse ka tregu besnikri gjatë jetës së tij, me krejt shtresat, me krejt njerëzit që ka punu me ta.